po duhet me njoft Për shembull nëse shkon burri në Gjermani. Ehlibejtin, nuk duhet me njoft ehlibejtin. Ehlibejti nuk e ka ndalu, deri ditën e sotshme, pasuesit e ehlibejtit ende e veprojnë. Po për shembull nëse shkon burri në Gjermani konkretisht. Edhe ka do më bë martesë përkohshme. Si më bën? E bën me kontratë, çysh e shkon? Duhet marrëveshje. Ju them, martesa e përkohshme. Ta sqarojmë, se nuk kemi të sqarojmë. Është e njëjtë sikurse martesa afatgjate, vetëm se ka disa lehtësira për me mbrojt burrin tëm prej amoralitetit, kurvërisë. Për shembull, burri jam shkon në Gjermani, edhe rrin atje një 6-7 muaj, se jeta po e kërkon. Unë po kërkoj standardin këtu. Edhe unë burri tem, mësoj si këto që shkojnë më martu me letra. Edhe unë e mundem i thonë burri tem, shiko, kemi gjendjen e keq, e të vështirë, këtu në Kosovë. Ti duhet shkosh. Po, burri jam duhet ta merr lejen prej meje, por më varet tash unë sa jam besimtare. Edhe shkon burri jam me një të krishterë. Të krishterën nuk mund është ti me martu vetëm me eshhedu en la ilaha illallah ve eshhedu enne Muhammedur Rasulullah. Kjo është një deklarat që nuk bëron nga zemra. E çish me martu, konkretisht? Por, kam i thënë asaj zonjës Gjermanës, zoj, feja jeme është islame, që e pasoj me ehlibetin. Unë kam nevoj për një grua, 6 muaj jam këtu. A ka mundësi, unë edhe ti, me u martu përkohësisht. Me kontratë? Nuk është, martes, edhe martesa normale është me kontratë. Me letra, me gjitha, por që se s'ka. A bon mu martu me ty, mirë po, kime pas një qahin, zotni. Kime pas dhuratën e martesës. Pa ja dhënë dhuratën e martesës nuk mundesh me hynë marrëdhënie. Ajo grua duhet me qenë e pa martuar. Gruaja që donë me ardhë edhe nëse ndahën, nëse metet një fëmijë prej asaj martese, është shumë gjë normale, ajo është fëmija i ligjshëm. Po kjo bëhet me marrëveshje. E çka i golle du mundon qëtu? Çka nëse për shembull ata ta vazhdojnë vizën e punës për 7 muaj e ty s'ka dhënë kontrata? A ki drejt mo me fjet me atë gru, me nejtë? Jo, shiko, ndoshta mrenda 2 muajve, ajo gruaja thot katolikja, për shembull, e krishtera, thot valla po më pëlqen mu feja jote, po du mu bë muslimane. Edhe i bën 2 graj. Edhe i bën 2 graj, se zot ja ka leju. Do me thonë, na burrat pas mi drejt. 6 mujore, në 2 muaj a i thot po du mu martu me ty. Veç disa do mi thonë publiki që ti këshmi pas gratë qështu sikur ti që po thua di, do me thonë liberale, veç në Zvicër kësha nejtë. Shiko, se jo. Do të kite. Jo vetëm në Zvicër, po unë burri tem, i kom një spat 2 grajan, njëna është doktoreshën Gjakov, emri nuk të regohet, edhe një tjetër, ekonomiste, e ndame me një fmi, pastaj, pas ofertës time, për me martu burrin tem me 2 grue, pas ofertës time, kjo ekonomistja, me një fmi, kthehet e i njëjti burr, edhe ja bon edhe 6 fmi. Arsyeja dihet, pak mendojeni. Ndërkaq unë, si grua muslimane, që e besoj Kuranin, edhe pasoj ehlibetin, unë brengosem për çështjet e moralit në shoqëri. Sepse kjo doktoresha, ka pas një martes, shkurt një 7-8 muaj, edhe e pash që është e mërzitshme. Mirë po, grua tepër inteligjente, unë e shumë e zanme. Burrin e kom që jo një grua, jo vetëm mund që meriton, po i meriton edhe 2 tjera. Por sot... Të kje dështë lirë? Të kje që bravo, si grau e vynë? Sot, burrat e sotshëm, besoni që nuk i meritojnë as qato gra. Ta është e bravo. Kërkoj falje. Mirë po, për me jetu me islam, është vështirë, derisa nuk e kupton. Kur e kupton ti ëmbëlsi në islamit, ti nuk e ki problem, pse ja gjenë burrit tënd edhe një grua. A din që am kanë thënë? Vetë gratë, pse a ki probleme gjenitala, je smunta, qka po donë me martu burrin? Po du me rujt shoqnin prej amoralitetit. Ama jo ti zotni,
shkon aty e ka gruan me 4 fëmijë edhe shkon e merr një vajzë shik të re pa përdorme. Jo, nëse don mu martu me gruan e dytë, shko mere ka plot gra veja, të dyjat unë që ja kom ofru burrit tem, kanë qenë gratë e veja. Edhe burri jam biznismen i madh, i din rregullat e fesë, se jetojmë na me islam, jetojmë për islamin, nuk jetojmë prej islamit me marë parë dhe me jetu, edhe normal, unë i di normat, unë e kom drejtat e mia, se zguxon me ma prun shtëpi. Ajo grue me martes tamam, nuk guxon me hy në hisën time prej ditës kur fillon ajo mu martu, ndërka që kjo tjetra me martes përkohshme është ma e mirë. Bravo, sigurisht. Ajo me martes përkohshme, që është me Kur'an e lejume, edhe pejgamberi ka pas, edhe Ebu Bekri, qika e Ebu Bekrit, vajza e Ebu Bekrit, halifës, ka pas fëmijë prej martesës përkohshme. Edhe këto janë krejt në për librat sunite. Me krasi, sonte na ka orë një mësafire ekskluzive special për neve ka orë, prej Shqipërisë, kur jemi tek martesa,